Pamjet e kamerave të sigurisë kanë dokumentuar momentet kur autorët e maskuar hynë në një banesë në zonën e Sharrës. Grabitja ndodhi me 14 gusht dhe, sipas policisë, ishte organizuar dhe kryer nga një grup prej 4 personash. Autorët kanë mundur të futen në banesë dhe të marrin rreth 2.5 milion lekë të reja, ndërsa kanë mbjedhur edhe bizhuteri me vlerë rreth 500.000 lekë. Pas hetimeve dhe analizimit të pamjeve, policia ka mundur të identifikojë 4 persona të dyshuar si të përfshirë në ngjarje. 3 prej tyre janë arrestuar, ndërsa një tjetër vijon të jetë në kërkim. Në pranga kanë rënë Leonard Sinani, 26 vjeç, Kleant Tomja, 23 vjeç dhe Mark Hila, 37 vjeç. Në kërkim është padhur dhe shtetasi me inicialet AB. Gjatë kontrolleve të ushtruara në një servis në Astir, në bashkëpunësi të AB-s dhe Mark Hilës, policia ka gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri, 3 krëra dhe 82 fishik luftarak. Në të njëjtin ambient janë sekuestruar dhe 2 automjete dhe 2 palë targa automjetesh, të cilat tashmë janë pjesë e provave që po shqyrtohen nga hetuesit. Ndërkohë, gjatë kontrollit në banesën e 23 vjeçarit Kleant Tomja, policia ka gjetur një automjet dhe 55.000 lekë, të cilat janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rolin e secilit prej të dyshuarve në grabitje, ndërsa policia po synon për lokalizimin dhe arrestimin e personit të shpadhur në kërkim.